nderuar miq, mirë se erdhët në Sport Focus. Takohemi si çdo pasdite së bashku për të njohur me zhvillimet më të rëndësishme nga bota e sportit. Kualifikimi i Shqipërisë në botror duket se nuk ka qenë kusht për trajnerin Silvinho, pasi presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka la të hapur mundësinë për të zgjatur kontratën sërish nëse palët do të bien dakord. Për atë se çfarë u tha në konferencë ditën e sotme, por edhe për kampionatin që duhet thënë që ka hyrë në fazën e vet më të rëndësishme, pasi përveç vllaznisë janë plot 5 ekipe që garojnë për vendet e para dhe garën për mbijetesë. Do lidhem drejt për së drejti për të biseduar më shumë me gazetarin Mantho Prokopi. Mantho, përshëndetje dhe shumë faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje Anila, faleminderit për ftesën. Atëherë shumë u tha në fakt në konferencën e ditës së sotme që kam përshtypjen që ndoqë edhe nga afër, por dua të ndalem tek pikat më të rëndësishme ose me atë se çfarë do unë nisa në fakt me rrugën e Silvinho si trajner. Si e lexuat ju deklaratën e zotit Duka që duket se i lë pra të hapura dyert për Silvinhon? Kryefjalë në fakt ishte tema e Silvinhos dhe në konferencën për shtyp ditën e sotme, pasi kur u rinovua kontrata me kush botrorin, të gjithë menduam që eliminimi nga Polonia do të thotë një miropafshim me Silvinhos me kombëtarët shqiptarë të futbollit, por ajo që tha ditën e sotme kreu i Federatës Armand Duka, lat kuptoi që tashmë rinovimi është në dorën e Silvinhos. Pak a shumë ajo e përmbledh se çfarë Duka tha është fakti që duket sikur FSHF ka vendosur të japë një ofertë e re për rinovimin e kontratës Silvinhos dhe fillimisht do të presin përgjigjen e tij nëse ai do të pranojë rinovimin e kontratës me kushte të reja. Pra, po të lexojmë në rrjeshta duket sikur oferta që do t'i vi Silvinhos nga FSHF do të jetë një ofertë më e ulët financiarisht dhe për këtë arsye pritet për të vendosur nëse do të pranojë Silvinho që ndoshta me një pak të reduktuar të vazhdojë të jetë në krye të kombëtarëve shqiptarë të futbollit dhe në rast të pranon nga fjalët e vet presidentit Duka, duket se do të ketë një marrëveshje për të vijuar sërish së bashku bashkëpunimin. Në rast se nuk pranon, pasi Duka kishte edhe planin B, e tha dhe duke qeshur madje që edhe në rast se nuk pranon Silvinho, unë i kam disa emra në mendjen time në kokë. Tha, kështu që është pa diskutim një temë shumë e nxehtë, por duket sikur edhe vetë Silvinho ndoshta duke treguar edhe dashurinë që gjatë tashmë e ka për Shqipërinë, është mësuar me kombëtaren ton, ka disa vite këtu, shihet si një vazhdim i projektit së bashku. Besoj që do të jetë një tratativë që do të përfundojë lumtur për të dyja palët, megjithatë mbetet për të parë. Edhe presidenti dhe Silvinho kishin zhvilluar një bisedë së bashku, ku pyesnin më shumë njëri tjetrin se do të vi që unë të vazhdoj, dhe të dy sigurisht ishin dakord për të vazhduar, kështu që besoj që do të jetë me fundin e lumtur me rinovim, por rinovim që do të vijë gjithmonë me një ndryshim besoj në kushtet ekonomike të kontratës. Kontrata do t'i ofrohet fillimisht Silvinhos dhe më pas, nëse ky e përgjigje pozitive, vazhdojmë me të. Nëse jo, më pas do kërkohet për një trajner të ri, me atë që cilësoj Duka, gjithçka do të kryhet para misoreve të muajit qershor. Pikërisht këtu do e ndalesha, pra gjithçka do merret vesh në momentin që do të mbyllet pra edhe qershori, vera,